Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Sonte do të flasim për gjuhën shqipe dhe për të zbardhur misterin se gjuha shqipe ka qenë e shkruar dhe kur është shkruar dhe kur ka filluar ose kur janë gjurmët e para dhe cilat janë dokumentat e para më të hershëm që gjejmë. Atëhere, fillimisht do të I referohem disa të dhënave që kanë të bëjnë me historianët krishterë si Eusebios I Cezares, Teodoreti I Cyrhusit, Niqifor Kalistos, e të tjerë kanë shkruar për Anastasin e parë dhe për veprimtarinë e tij në Durrës, dhe ata theksojnë se ka hapur shkolla shqipe. Tani provë tjetër konkrete nuk kam, por këto janë dëshmi të forta. Do të vazhdojmë më tutje. Kemi dëshmi nga Shënt Jeronimi në librin e tij Viris Illustribus, kapitulli 135, pra libri I tij është Bura të Shquar. Në kapitullin 135 thotë se flet për Nikitën, për një nga prifit më të njohur të lirisë, dhe flet për gjuhën shqipe, thotë që ka gjuhën e tyre, kanë alfabetin e tyre I lirët, pra edhe një herë, kanë gjuhën e tyre, kanë alfabetin e tyre, pra është fillimi I shekullit të 5, pra Shënt Jeronimi, edhe Anastasi është pra në shekullin e 5. Dhe tani do shkojmë me prova, çfarë provash konkrete kemi gjetur të hershme të shkruara. Pra unë dija që në Sinai kishte shqiptar që shkruanin në stilin e Shën Katerinës, shkruanin gjuhën shqipe, dhe aty kishte edhe mush të tjerë, dhe aty janë gjetur do shkrime, mbi shkrime të vjetra shqipe, dhe këto në gjende në Sinai, pra Sinai sot ndodhet në Egjipt, dhe ka dhe libra të tjerë në Lindjen e Mesme. Do t'ju jap një shembull që e kam gjetur dhe po ja tregoj edhe këtu në me të shtypur, dhe është formula e pagëzimit në gjuhën shqipe, formula më e vjetër që mund të jetë e shekullit 7-8, dhe këtu thotë farturei fatuar atë et biri e shpirtit të senit, pra e biri dhe e shpirtit të shenjtë. Pra kjo copza këtu është e shekullit 7 dhe 8 dhe gjendet në malin Sinai dhe nuk është një gjë e fshehur, pra është një gjë konkrete. Kemi një dokument tjetër të shkruar në shqip që është teksti I varrit të Elbasanit, kisha Shënmërisë në fshatin Shelbë pranë Elbasanit. T'ju tregoj kështu. Atëhere, t'ju tregoj dhe çfarë thotë. Peren tet atë Shënmëri vend e tue kluarsem se bashku me tata e me tënë. Pra ky tekst është në gurin e varit, kisha Shënmërisë, pra në Elbasan. Pra ky tekst është I shekullit të 9. Pra këto janë prova që gjuha shqipe është e dokumentuar dhe e shkruar. Atëherë do të vazhdojmë me ka folur më para në një emision tek televizioni MCN, ka folur për Guillaume Adam dhe që shqipja është e shkruar me gërma latine, dhe po ju nxjerr dhe këtu që kam printuar këtu për. Pra Guillaume Adam në librin e tij Modo Sarencos Extirpandi në vitin 1316-1317 thotë se në Durrës kishte shkolla dhe mësues shqip. Por
kishte shkolla thot në Ulqin në 1858, në Durrës 1278, në Shkodër 1345, 1395, Tivar 1349, Pult 1367, Drish 1396. Pra jo ku kam shënuar dhe këtu është Universiteti i Durrësit, themeluar në vitin 1380 nga urdhri dominikan. Është nga universitetet më të vjetra në Ballkan. Dhe më duket se e burimi është Daniele Ferlati, historian i shekullit 18, pra shkolla e jezuitëve. Ja do të tregoj edhe këtu që i kam bërë kështu. Një element tjetër, një nga shkolla e parë ose shkollë shqipe në Vlorë në vitin 1632 nga Francesco, hapur nga Francesco de Villa. Ja të kemi dhe këtu prova të tjera. Shkollë tjetër shqipe e hapur në shkollë në veri të Shqipërisë në Pdhan, pra në vitin 1638 dhe e hapur nga Pjetër Mazreku. Pjetër Mazreku ishte nga Prizreni. Ka shkollat të tjera shqipe, për shembull nga Pjetër Budi hapur në Itali, më duket në vitin 1628 në Loreto të Italisë, ku mësohej edhe shqip. Pra hapi Pjetër Budi, hapi një seminar për prifrinjt dhe mësohej shqip. Ja do kam bërë dhe këtu me tani kemi dokumentat të tjera për gjuhën shqipe, ku flitet shqip dhe ku mësoj shqip. Pra kemi dokumente të kishës ortodokse, të Komunitetit Ortodoks të Korfuzit, dhe aty kemi shkolla shqipe në vitin 1752 në Korfuz. Ashtu, tani vazhdojmë më tudje. Kemi shkollat të hapura në Korfuz dhe në Zachin, pra në kohën kur Kapodistria ishte pra administrator i efta nisjave ose 7 ushqive të Jonit. Kush e shkruan këtë? Pra këtë përmend historianë si Peter Barti, Stavros Skëndi, Apostol Koçateas, dhe këta tregojnë edhe më shumë për marrëdhëniet e Kapodistrit me Naum Veçilharxhin dhe me Crispin në Itali, pra janë njohur në Itali. Atëre Kapodistria dhe idetë e lirizmit, pra thënë kuptohet një nga popullarët e linjës kombëtare me Naum Veçilharxhin dhe Giuseppe Crispin në Itali. Dhe është një libër i Stavros Skëndi, shkruan The Albanian National Awakening. Ja tu e keni dhe këtë për kush do të, se nuk e njohin shumë Kapodistria në Shqipëri dhe rolin e tij. Atëre Peter Barti, The Albanian National Awakening, dhe Stavros Skëndi, Kapodistria dhe shqiptarët. Pra për Kapodistrian që nuk e din fare që është apo qa është shqiptar apo çfarë është. Dhe i çojmë selam partisë, pra partia ta marrë vesh këto, po i them me modesti, këto janë zbulime shumë të rëndësishme për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Pra ju ka dhënë disa detaje, pra që nuk është formuar Shqipja në shekullin e 5-6, si sot ky Xhevat Lloshi, pra Shqipja është themeluar, krijuar ka shumë herët, dhe herën tjetër do të bëj një video tjetër dhe do flasim për, kalojmë më vonë, pra vitet 3000, 4000 vjet më herët, dhe do gjejmë lidhjet e Shqipjes e të tjera, por sot i themi partisë edhe popullit ta marrë vesh që gjua juaj
Pra nuk ju po ju bëj me pasaport evropiane, po ju bëj me dokumenta dhe me dije. Pra këto keni marrë sot dije të rëndësishme dhe mos rini më si Mirana si gjynaqar dhe mos gjoni më Xhevat Lloshin dhe të tjerë. Pra shqipja është e dokumentuar, e provuar me shkolla kudo dhe nuk është as rastësi, pra ka dash Zoti që t'i gjejmë dhe t'i mbledhim t'i bëjmë bashkë to të dhëna dhe ju përshëndes për më shumë herë tjetër. Faleminderit.